Gjurejgji një asket i madh, një adhurues i madh i Allahut Azza wa Jall, i cili para se më bë adhurues dhe asket i madh ishte një tregtar. Ndonjëherë i hecte tregtia, ndonjëherë nuk i hecte tregtia, dhe kështu vendosi që të largohet përfundimisht prej tregtisë dhe vendosi që të adhuron Allahun Azza wa Jall. Andaj edhe u vetmua me një dhomë, me një vend të posaçëm për ibadet. Dhe përderisa ishte duke u fal, një ditë prej ditëve vjen nëna e tij dhe e thirr: "O Gjurejgj." Gjurejgji, duke u fal në namaz, tash po mendohet dhe thot: "O Zot, a ti përgjigjem nënës time apo ta vazhdoj namazin tim?" Dhe përderisa diskuton me veten e tij, thot: "Po vazhdoj namazin tim." Dhe kështu ndodh. E pastaj vjen nëna e tij për së dyti herë dhe e thirr: "O Gjurejgj." Gjurejgji përsëri a namazin, a ti përgjigjet nënës. Përsëri vendos që ta vazhdon namazin dhe mos i përgjigjet nënës së tij. Për së treti: "O Gjurejgj." Gjurejgji përsëri diskuton dhe thot a nënës a namazin dhe vendos t'i jep përparësi namazit. Atëherë nëna e tij e bën një dua dhe thot: "O Zot i madh, mos ja mundso që të vdes këti para se t'i sheh fytyrat e prostituteve." Mos ja mundso këti njeriu, pra djalin e saj e mallkon dhe thot: "O Zot, mos ja merr shpirtin këti njeriu përderisa mos t'i sheh fytyrat e prostituteve." Dhe kalon një kohë dhe njerëzit, duke e ditur se adhurues i madh, tregohet se një prostitut prej Beni Israileve, një grua e cila ishte e bukur, tha: "A dëshironi ta shihni që këtë asketin e madh ta sprovoj unë dhe t'ja shihni se nuk është aq asket sa tregohet para jush, dhe nuk është aq adhurues i madh i Allahut Azza wa Jall sa që paraqitet në sytë e juaj." Dhe kështu vendosin. Vendos ajo që të shkon tek Gjurejgji dhe ta sprovon. Dhe pasi shkon tek Gjurejgji, futet te vendi adhurimit të tij dhe tenton që ta sprovon, mirë po Gjurejgji as që ja kthejn kokën dhe as që intereson se kush është futur në dhomë. E kjo prostituta, kjo grua e pandershme, çka vendos të del prej këtij Gjurejgji dhe shkon te një bari. Shkon te ai bariu dhe futet në tendën e tij dhe e mashtron dhe bëjnë amoralitet. E pasi që bëjnë amoralitet, ajo mbetet shtatzan dhe pasi që të lind, kur e pyesin ky fëmijë i kujt është, ajo thot ky fëmijë është i Gjurejgjit. Pra dëshiron që ta degradon Gjurejgjin. Dëshiron që ta poshtron Gjurejgjit në sytë e njerëzve, pasi që ata e dishin se ishte adhurues i madh. Dhe kështu njerëzit posa e dëgjojnë fjalën e saj se ky fëmijë është i Gjurejgjit, atëherë ja nisin të bërtasin dhe thojnë: "Ah, sa burri keq pas ka qenë Gjurejgji. Ah, sa i poshtur pas ka qenë Gjurejgji." Dhe kështu mblidhen dhe grumbullohen dhe shkojnë dhe ja prishin atë shtëpinë ku Gjurejgji e adhuron të Allahun Azza wa Jall. Atë tendën ku e adhuron të Allahun Azza wa Jall, ja shembin dhe ja rrezojnë për tokë dhe e marrin Gjurejgjin dhe e lidhin dhe e nxjerrin për ta çuar tek mbreti për tu gjykuar. Përderisa Gjurejgji hec me ato për të dalë para mbretit për tu gjykuar, kalon, njerëzit janë mbledhur rreth rrugës dhe kalon dhe i sheh fytyrat e prostituteve. Atëherë ju kujtua duaja e nënës së tij. Pra ju vëllezër, shikoni duaja e prindrit. Edhe pse ishte asket i madh, edhe pse ishte adhurues i madh, mirë po duaja e prindit e goditi. Pra Allahu Azza wa Jalla sprovoi dhe i pa fytyrat e prostituteve. Dhe pasi që arritën para të mbreti, i tha Gjurejgji: "Pse më keni sjellur këtu?" Tha: "Nga se ti je një njeri i poshtër, ti je një njeri i pamoralshëm, ti je një njeri që ke bërë amoralitet me filan gruan e pandershme dhe ky fëmijë është fëmia jot."
Tha Xhurejxhi, fëmia nuk është imi. Jo, vendosën fëmia është i yti nga sa ajo e pranon. Atëherë Xhurejxhi tha, më leni t'i fal 2 recat namaz. Më leni që t'i fal 2 recat namaz. Dhe këtë hadith normal, ky tregim për cilët edhe të Sahihu Imam Buhariut, rahimahullahu ta'ala. Dhe pasi që i fal 2 recat namaz, çohet Xhurejxhi dhe e prek fëmijën dhe i thot, o fëmi, kush është baba yt? Dhe fëmia, siç na ka ardhur në transmetim, flet, pra Allahu Azza wa Jall ja mundson që të flet këtij fëmiu. Pra 3 fëmijë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë të cilët kanë folur edhe pse kanë qenë foshnjë. Pra Isai alayhis salam, fëmiu i cili ndodhi me rastin e Xhurejxhit, dhe një fëmijë tjetër i cili tregohet se ka ndodhur me një mbret i cili i maltretonte muslimanët dhe donte që t'i hedhë në zjarr, dhe ka fol fëmia, i ka fol nënës së saj. Fol fëmiu dhe thot, babai im është filan bariu. Atëherë populli, kur e kuptojnë pastërtinë e Xhurejxhit, kur e kuptojnë ndershmërinë e Xhurejxhit dhe bëhet e qartë se Xhurejxhi nuk ishte njeri i pamoralshëm, atëherë vendosin dhe i thojnë, o Xhurejxh, na fal, se ta prishëm edhe vendin ku adhuron një Allahun Azza wa Jall. Tha, po nëse dëshiron o Xhurejxh, kemi me ta ndërtu tash prej ari. Kemi me ta bë që këtë vend të adhurimit prej ari. Tha Xhurejxhi, jo. Mos më bëni prej ari, po ktheni që ashtu që ishte. Siç ishte, prej dheu, prej zallit të asaj kohe. Pra ju vëllezër, mesazhi që dua ta përcjell është kujdes me prindrit, kujdes me duan e prindrit, nga se ajo dua nuk refuzohet te Allahu Azza wa Jall. Sidomos kur prindërit janë në hak, kur prindërit janë në të vërtetën. Se ndodh ndonjëherë që prindi ta mallkon fëmijën e tij me të pavërtetë, me të kotën, me fajin e prindrit. Normal se ajo dua te Allahu Azza wa Jall nuk gjen vend kur është e kotë dhe kur është e pa vend. Mirë, po kur është me vend, keni kujdes. Prandaj kërkoni shpesh prej prindërve të juaj që të bëjnë dua për ju për mirë, që të luten për ju për bereqet, që të luten për ju që Allahu Azza wa Jall t'ju bën prej banorëve të xhennetit. Keni kujdes me prindërit e juaj, Allahu ju shpërbleft.